Një tjetër rast i shpërndarjes dhe shitjes së lëndëve narkotike është goditur nga Antidroga e Tiranës. Këto janë pamjet kur agentët e policisë arrestojnë 52 vjeçarin Afri Meça nga Kruja, i cili po transportonte lëndë narkotike me qëllim shitjen e tyre kryesisht në Tiranë. Sipas bluve, operacioni u zhvillua në fshatin Luz, ku agentët antidrogës ndaluan automjetin e 52 vjeçarit dhe gjatë kontrollit zbuluan 6 thas me kanabis sativa me peshë totale 60 kg. Droga sekuestruar me vlerë rreth 60.000 euro ishte destinuar për të shpërndarë në dozat e vogla në Krujë dhe në Tiranë. Kryesisht në Tiranë do të shitej në zona të ndryshme, si në zonën e Ish-bllokut, në Ish-parku, në Freskë e të tjerë. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi lëndë narkotike, automjetin dhe një aparat celular, ndërsa 52 vjeçari u mor në pyetje për zbulimin e plotë të anëtarëve të tjerë të grupit. Nga hetimet paraprake dyshohet se kanabisi ishte kultivuar në zonat malore të Krujës, zona që prej kohesh janë në vëzhgim për aktivitet kriminal të lidhur me drogën. Agentët antidrogës po punojnë për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të kultivimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike.